Restesh me mua se të dua. Artistja parashevisi Maku ka vendosur të rikthehet në skenën e muzikës shqiptare pas shumë viteve mungesë. Projekti i saj i ri u paralajmëruar prej kohësh nga biznesmeni Eltoni Liriani, i cili e ka mbështetur këngëtaren në këtë rikthim. Së fundmi, si Maku ka publikuar një pjesë të këngës së re, por pritja nga publiku nuk ka qenë ajo që pritej. Në rrjetet sociale, komentet kanë qenë të shumta, por kryesisht negative. Shumë ndjekës shprehen të zgënjur, duke theksuar se prisnin një rikthim më dinjitos për një artiste të kalibrit të saj. Nuk ka fjalë, është një moshë që nuk i shkon kështu, apo jam gabim, shkruan një komentues. Dikush tjetër e cilëson projektin si të papërshtatshëm për imazhin e saj, e papërshtatshme për emrin tënd dhe moshën tënde. Më vjen vërtet keq që s'ke forcën të vendosësh vetë për veten. Ndërsa një tjetër ndjekës e krahason me artistin Eltoni Liriani, duke thënë, ka filluar të bëjë sjellje si Eltoni. Ka dhe nga ata që ndihen të zhgënjur nga drejtimi artistik i këngës. Edhe këngët duhet i përshtaten moshës dhe të ngrejnë nivelin profesional të këngëtarit, jo ta ulin. Parashevisi Maku ka kaluar një jetë të vështirë, duke jetuar për vite të tëra si e pastre në New York. Rikthimi i saj erdhi pas një periudhe të vështirë, ku ajo u bashkua me djalin dhe ju nënshtrua një terapie për shëndetin mendor. Megjithatë, mes kritikave ka dhe nga ata që mbështesin rikthimin e saj, duke vlerësuar forcën dhe guximin për të rikthyer në muzikë pas kaq shumë vitesh mungesë. Disa komentues shprehen se ajo meriton një shans të dytë dhe inkurajojnë të vijojë me pasionin e saj për muzikën.